Çmimet e karburanteve në vend kanë shënuar një ulje të re pas vendimit të fundit të bordit të transparencës të mbledhur këtë të shtunë. Sipas vendimit, nafta është ulur me 13 lekë për litër, duke zbritur nga 210 lekë në 197 lekë, duke shënuar kështu herën e parë pas disa javësh që bie nën kufirin psikologjik të 200 lekëve për litër. Ulje ka pësuar edhe çmimi i benzinës, i cili është reduktuar me 4 lekë për litër. Nga 176 lekë që ishte më parë, tashmë benzina do të shitet me 172 lekë për litër në tregun vendas. Çmimet e reja kanë hyrë në fuqi nga ora 10:30 e ditës së sotme dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e radhës së bordit të transparencës, ku pritet të rishikohen sërish në varësi të lëvizjeve në tregjet ndërkombëtare të naftës. Ndërkohë, Ministria e Ekonomisë dhe ajo e Financave kanë paralajmëruar se do të ketë masa të rrepta ndaj operatorëve që nuk zbatojnë vendimin, përfshirë edhe pezullimin e aktivitetit në rast shkeljesh.